nga njerëzit fallxor, që qesin fall. Dhe këtu të falli do të ndalëm vetëm një çast si mesele të shkurt ta keni parasysh se shpesh herë në shoqërinë tonë, familjet e tona bëhet falli, bëhet qufri, duke lujt, duke keshna. Dhe fatkeqësisht edhe nga disa media shpesh herë mundon me na e tregu këtë dhe me na bindë se është pjesë e traditës tonë. Falli nuk është pjesë e traditës tonë as fejës tonë. Që në fund të kafës e marrin filxhanin e kafës e kthen ka e prapa në tabakin e kafës. Edhe në fund i këshirin ato vijat, e mbas të vijave i thojnë ti ka me të ndodhë kështu. Kjo është kufër. I edhe mbila njëri me buket me qëllim del prej fesë. Se kjo pretendon se me këto vija e din të ardhmen e din veç Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jall. E ardhmja që ka me ndodhë mas 2 minutave është gaj për neve. Kur kush se dim që ka me ndodhë as mas 1 minutit? Kush e din? E më ardhë dikush me kafe, me filxhan, me manipulu me gajbin, edhe me pretendu se e një të fshehtën, kjo është dalje prej fesë. Mos ja lejojni grave, sidomos se kjo është përshpërndame në mesin e grave, që mi kthi ka e prapa filxhonat e kafës. Sepse kjo është fallxorllëk dhe është kufër, dalje prej fesë. Allahu na ruaj nga kjo. Si cili që është përgjegjës shpinën e vet, kur e lejon një gjë të tillë, ka me dhënë llogaritë Allahu Azza wa Jall.